Okej, kemi ardhur. Yes. Kemi gati për të vazhduar Zbusim pak situatën, programin. Do merremi me energjinë shpirtërore dhe spiritualizmin. Që do të na ndihmoj. Se kemi nevojë. Jo energjisë, do na ndihmoj pak të çlirojmë të gjithë tensionin që patëm pak më parë, një situatë që nuk, me thënë drejtën, askush nuk e parashikon dhe askush nuk e dëshiron live në një emision mëngjesi. Kërkojmë ndjesë edhe një herë për gjithë ata që mund të jenë shqetësuar, por gjithashtu edhe të ftuarve. Është e drejtë që shqiptarët janë të zjarrt në debat në këtë e dim, por që do eskalonte në këtë pikë. Duhet të jemi live, Ky është risku i të shënurit live. Okej, mirë, ndryshojmë atmosferën dhe kalojmë tek i ftuari i radhës, i cili po na pret në Skype dhe është Andin Randobrava, bioenergjist. Mirëmëngjes, të përshëndesim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes juve në studio, mirëmëngjes Tirana e bukur. Faleminderit. Duke të parë kështu në pamje të parë, thua ky është një guru ande jashtë nga guru meditimi, sepse ke marrë komplet pamjen e atyre njerëzve spiritual, por ti jepi asaj fushe. Dhe ne sot me ty kemi zgjedhur që të flasim një nga tema që është më shqetësuese për njerëzit, siç është ajo e ankthit. Dhe në kohët e sotme ankthi është kthyer si në një epidemi globale, le të themi, për shkak se të gjithë ne paktën një herë në jetën tonë kemi përjetuar situatën me ankthin. Por përveç asaj që ne dim që drejtimi te psikologu është gjëja e parë që duhet të bëjmë, ka dhe metoda alternative që ta menaxhojmë ankthin pa eskaluar në nivele të larta. Një prej tyre është edhe këto seancat me anë të bioenergjisë apo jo. Do doja që bashkë fillimisht ta nisnim se çfarë është bioenergjia për ta kuptuar dhe njerëzit që ndoshta nuk e kanë idenë se çfarë është. Bioenergjia është trajtim holistik, i cili hyn në holistik, domethënë në medicinën alternative, dhe ka shumë përparësi. Së pari nuk ka efekte anësore. Efektet anësore të bioenergjisë janë zero. Ka raste kur mund të ndihmoj shumë dhe ka raste edhe kur nuk ndihmon. Mirë po, gjatë shkollimit tim gjithmonë me profesoreshën time, ajo disa herë e ka cekur ndaj studentëve të saj në mënyrë që mos të demotivohemi, që problemi nëse bioenergjia nuk funksionon tek një person, nuk është tek ne. Aty hyn shumë elemente tjera, ka të bëjë besimi sa beson personi. Për shembull, shumë shpesh e kam cek, nëse unë nuk besoj që një espresso do të më kfill, atëherë nuk do të ndodh kfillja. Më varet edhe si e kemi në konceptin ton të besimit brenda vetës. Kjo është shumë më rëndësi. Pra do ta besoj një herë vetë. Po. Është një efekti placebo apo jo? Ajo është një jetë. Po, në një farë mënyrë. Jo placebo, mirë po, si më thonë, të gjithë ne e kemi të ndërtuar me thonë ashtu një karakter, dhe brenda këtij karakterit ne kemi një besim të caktuar. Mbi gjërat, së pari besimin në aspektin religios dhe fetar, pastaj edhe për gjërat tjera. Për shembull ka njerëz që janë si më thonë, shumë shkencor dhe nuk besojnë në këto gjëra. Tash është këtu një kundërshtim se ne do të flasim që shkenca e vërteton këtë. Çka e bëj unë. Do të thonë, qëllimi i bioenergjisë është me aktivizu aftësinë vetëshëruese të trupit të personit nëpërmes sigurimit të rrjedhës së energjisë. Pse? Sepse të gjitha simptomat fizike, tash edhe shkenca po e vërteton, këto të gjitha janë të dhëna zyrtare për cilat unë po flas. Do të thonë, edhe shkenca po e vërteton që burimi i të gjitha sëmundjeve është psikomatike. Dhe këtu unë du të ndalem që njerëzit ta kuptojnë njerë për gjithmonë si vjen deri te simptomat fizike të ankthit kur ne ndijmë ligështi në trup, ndjejmë shtrëngim në bark, në gjoks, sikur një top në fyt kështu nxinet fryma e tjera. Ne si qenie njerëzore kemi dy elemente, kemi trupin fizik dhe kemi trupin shpirtëror. Është sikur raporti i makinës dhe vozicit. Ti merr një makinë 3 dhe mirëmbanat e me servise me gjitha, po vjen një kohë që ti duhet të lëshosh makinën. Jo për arsye se nuk e ke mirëmbajt mirë, po thjesht makinës i ka skadua fati.
Makina është trupi, vozitësi është shpirti. Ne e menaxhojmë dot vetë, ne njerëzit e menaxhojmë dot vetë këtë efektin dhe fuqinë që ka bioenergjia, apo duhet patjetër që të jetë dikush i certifikuar që ne të na fus në këtë botën spirituale. Pra ne duhet patjetër një Kur është pyetje me kanalizu energji, vetë fakti që ne jemi gjallë dhe po bisedojmë tash, domethënë është për shkak të anës tonë energjetike apo shpirtit tonë që e kemi prezent brenda vetes. Kjo është shumë rëndësi. Tash, po du me shpjegu si vjen të simptomat fizike. Lokacioni i pikave energjetike në të cilat punojmë ne si bioenergjist, të cilat quhen chakra, dhe kuptimi i fjalës chakra është fjalë sanskrite indiane që ka kuptimin e një rreti. Llogariteni si një qendër e vogël energjetike, si një trafostacion i vogël. Tash, neve kemi shumë pika të tilla energjetike dhe se cila prej këtyre pikave energjetike është përgjegjëse për një pjesë të aspektit tonë fizik. Që shpesherë blokohen, duhet thënë, apo jo? Po pra, sepse ne si qenie njerëzore marrim energjinë, i kemi dy lidhje, do të thonë janë sikur dy lumenj energjie. Njëra është që lidhemi me tokën, sepse jemi të krijuar për me funksionu brenda këtij ekosistemi me këtë gravitet. Edhe energjinë që e marrim nëpërmes pikës së 7 energjetike që quhet çakra e kurorës. Tash këta janë sikur dy lumenj, njëri është i nxehtë, njëri është i ftohtë. Dhe bashkimi i këtyre dy lumenjve bëhet në këtë pjesën këtu. Dhe nëse ky bashkim nuk bëhet në mënyrë të balansuar, atëherë vjen deri tek problemi. Për shembull, unë shumë shpesh e kam cek që personat që kanë simptomat e ankthit, nëse shkojnë edhe i bojnë analizat, të gjitha analizat dalin në rregull. Dhe këtu lind konfuzionit e personit, po si unë analizat i kam gjitha në rregull dhe pak kam simptome. Po, sepse problemi është tek rënja. Rënja është tek pika energjetike e cila lokacionin e ka në trup shpirtëror, në trup energjetik, jo në trup fizik. Vetëm simptoma manifestohet në formë fizike. Por cila është... Ju sapo e pat, tash e patet në ekran, sepse deri tani bioenergjia është konsideru si pseudoshkencë, edhe pse studiohet që 200 vjet prej shkencëtarëve, tash kemi aparatura të cilat shumë qartë e shohin këtë fushë energjetike, për të cilën ne bisedojmë dhe me të cilën ne punojmë, edhe mu shumë lehtë keni mujt me vrejt tash në këtë bidën që sa po e pat që në momentin që bioenergjisti apo prakticioneri i fut duart afër personit, fillojnë me ndryshu ngjyrat. Ato janë ngjyrat e fushës tonë energjetike. Atëherë, po si mund ta gjejmë problematikën që ne kemi kur të gjitha analizat mjekësore dalin shumë mirë, ne ende kemi një gjendje ankthi, një gjendje blokimi që na mundon, por duhet ta zbulojmë realisht çfarë është. Pra siç e tha dhe ju, ndodhet tek rënja. Cilat janë ato seanca, mund të themi, që na ndihmojnë dhe na çlirojnë të gjejmë një zgjidhje? Tash kjo është më komplekse, është mirë na më shpjegu, domethënë si vjen puna te ankthi, sepse ka njerëz që për shembull më thrasin mund telefon dhe më thot personi, thotë që 2 vjet kam probleme me ankth. Që 2 vjet ka fillu simptomi fizik. Ankthi është diçka që mbledhet me vite. Nuk është diçka që në momentin që ty të ka ndodhur, ti e identifikon sepse i ndjen simptomat edhe thu kam ankth. Jo, ajo momenti kur ty të kap ankthi është momenti kur trupi ka thënë bollmë. E qartë. Pra mund të ketë pasur shumë vite në domethënë ajo paraprakisht është sikur me thon konglomerat apo si me thonë, një kompleks emocionesh që mbledhet ndër vite, edhe në momentin kur se trupi jonë është i limituar, kur trupi nuk mundet më, atëherë fillon me i shfaq simptomat. Pse? Sepse pika energjetike i thot trupit, ti je i përkohshëm, unë jam i përhershëm. Është shumë interesante kjo që ti shpjegon, por gjithë skeptikët dhe ata që i besojnë shkencës që ata njohin, në këtë rast seancave dhe psikologjisë, pse duhet të zgjedhin bioenergjinë për trajtimin e ankthit dhe jo seancat psikologjike që ndoshta i kanë dhe pjesë tjetër së tyre se gjithë herë pas here kemi nevojë. Ajo është çështje e zgjedhjes, edhe të thuash nuk besoj në energji është njësoj sikur të thuash nuk besoj në wireless.
Ne ajrin e thithim, por nuk e shohim, verlesin e përdorim, por nuk e shohim. Edhe ju në video sa po e pat, më thonë, tash ka aparatura. Jo çdo gjë që nuk duket, thoni ju, nuk do të thotë që nuk ekziston. Po pra, që një shambull shumë thjesht. Ne kemi këtu një libër, Duart që shërojnë, dhe kjo është sikur me thonë një në thojza, po e them, Biblia e bioenergjisë. Është shkruar nga Barbara N. Brennan. Barbara N. Brennan, të gjitha janë të dhëna zyrtare për cilat po flasune. Barbara Brennan ka punu si inxhiniere në NASA 6 vjet. Dhe kjo shpjegon në mënyrë shkencore. Ja ku janë të gjitha, fusha energetike, pikat energetike, çka lidhet me çka e tjera. Po si funksionon një seancë? Se zëmë se një njeri do që të ndjeki një seancë të tillë të zhbllokoj këtë energjinë që i ka mbetur brenda trupit. Çfarë duhet bëj? Është si një seancë hipnoze ku ju i flisni dhe ai tregon me ju problemet e tij? Jo, nuk është. Apo seancë meditimi? Jo, nuk është seancë hipnoze. Ajo çka është me rëndësi, që gjatë trajtimit është me rëndësi personi me i mbajt sy të mbyllur. Pse? Sepse truni jonë punon në 4 gjatësi valore, nëse mund të them ashtu. Do të thonë, në momentin që unë tash po bisedoj me juve, truni jonë punon në beta val. Në momentin që ne i mshelim syt, atëherë fillojmë me u fut në alfa. Dhe kemi para predispozit që me hyë dhe në hipnozë, nësë është qëllimi me e bo hipnozën, që në këtë rast nuk është. Edhe mandej kemi edhe gjenjet e thella, kur ne flejmë, si kur delta dhe theta. Kështu që gjëja e parë është me rëndësi me i mbyll syt para trajtimit në mënyrë që personi ta ketë vëmendjen brenda vetës. Fillon rrugtimi i mbrendshëm. Dhe ju i shpjegoni ku duhet të mësoni. Në momentin që neve kemi syt hapur, ne jemi në kontakt me botën e jashtme dhe ajo nuk na ndihmon dot. Kështu që gjëja e parë është me mbyll syt. Çka është me rëndësi tjetër me ECEK është që gjatë trajtimit bioenergjetik gjithçka bëhet pa prekje. Thujase 90% televizjeve bëhet pa prekje, sepse ne po punojmë në aspektin energjetik apo aspektin shpirtëror të trupit, jo në aspektin fizik. Tash është shumë rëndësi me kuptu që të gjithë neve kemi një mbështjellës që është 1 metër në diametër për rreth secilit prej nesh. Tipa aureole që është mbështjellësi jonë energjetik. Dhe brenda këtij mbështjellësi energjetik ne kemi shtresat energjetike dhe kemi çakrat, sepse shumë njerëz flasin vetëm për pikat energjetike, po nuk flasin edhe për shtresat energjetike. Ne kemi pikat energjetike që janë të vendosura vertikalisht dhe kemi shtresat energjetike të cilat janë të vendosura horizontalisht. Dhe dihet me centimetra cila pikë energjetike sa centimetra prej trupit fizik është. Sepse një shtres reprezenton anën mentale, tjetra shtres reprezenton anën emocionale. Dhe kjo është arsyeja pse duhet me qenë i shkollum me i ditë këto gjëra në mënyrë profesionale që ti kur të punon me klientin me ditë saktësisht se çka je duke bërë. Kur është në pyetje lloji trajtimit që unë e bëj, meqenëse se unë jam i certifikuar për shumë modalitete, nuk e bëj vetëm bioenergjinë brenda një seance, po ajo çka bëj, domethënë hapjen preliminare siç i them unë, hapjen e çakrave, këtyre pikave energjetike, balansin e tyre, largimin e bllokadave energjetike duke i zaventuar me energji pozitive, pastaj e bëj tretmanin me kristale, dhe e bëj edhe anën emocionale apo psikologjike, nëse muj me thonë, të shërimit të fëmijës së vogël. Sepse 90% të burimeve të problemeve rranjen dhe e kanë në fëmijë. Shiko, unë do doja shumë andin që të bëja një 2 pyetje që ndoshta ne i kemi dëgjuar si perceptime popullore, po ndoshta nuk ja dim shprehin tamam. Për shembull, ne themi që prekja e nënës shëron. Çfarë ndodh kur është një që e keq shpirtërisht ose mund të jesh edhe i smur nga ana fizike, po sa takon nënën, prekja e nënës është gjithmonë shëruese. Çfarë ndodh në këmbimin energjetik? Arsyeja është shumë e thjeshtë. Në momentin kur lindim neve, ne jemi të lidhur me nënën me një kablo. Dhe çka ndodh kur lindim? Ajo kputet, mirë, po lidhja vazhdon me wireless, me fëmijës dhe nënës. Për këtë arsye njeriu edhe kur vdes,
I thojnë djali filanës, jo djali filani. Po, është ideja shpirtërore. Sepse femrat janë portal, femrat janë ato që sjellin jetën në këtë botë. Dhe lidhja në mes fëmijës dhe nanës është një lidhje e papërshkrueshme, ajo është diçka me automatizëm, se është pjesa jotja. Tash nuk duhet të neglizhoj baballarët këtu. Nuk duhet të neglizhoj baballarët, mirë po dua të them që është një lidhje shumë e veçantë dhe ndjesia kur fëmijës mund t'i ndodhë diçka në distancë dhe nana e ndjen, është shumë më e fortë tek nana se sa te babai. Po sa i përket syrit, energjisë pra që ne mund të marrim ku takojmë dikë, që na jep një energji shumë të mirë, ose na ndodh një gjë e papritur, ose nuk ndihemi mirë pas se kemi takuar dikë, siç e thash, apo pas një eventi, një dalje, kudo që të jemi, shikojmë veten automatikisht me një energji ose të përfshirë në një gjendje që dhe ne në gjuhën popullore i quajmë kanë marrë mësysh. Kur ndodh një gjë kështu. Çfarë shpjegimi keni? Mësyshi është një nivel më i lartë i sulmit energjetik, ashtu e quajmë. Pra është i vërtet, nuk janë vetëm fjalë që ne i përdorim, shprehi. Bestytni. Patjetër. Ju dërgova në ndërkohë edhe një video ku shihet, domethënë, qysh në vitin 1934 një shkencëtar rus e ka gjetë mënyrën si me fotografu këtë mbështjellësin energjetik për cilin ne po flasim. Çka është më rëndësi me e kuptu është pse neve na duhet, secilit prej neve, ta kemi një praktikë spirituale, qoftë yoga, qoftë meditimi, sepse për shkak të mënyrës së jetesës dhe si jetojmë neve, apo si e trajtojmë vetveten tonë, që kjo fushë energjetike të cilën unë e përmenda më herët me kohë mund të dobësohet. Dhe nëse frekvenca dhe vibrimi i kësaj fushë energjetike bjen, kjo krijon mundësi për forcat negative të errëta, apo si që qunë feja demonët dhe e gjinët, me penetru në fushën tonë energjetike. Për këtë arsye duhet me fillu që nga ushqimi, duhet me konsumu ushqim ushqimi cili ka qenë ekspozuar gjatë diellit gjithmonë. Në këtë rast nuk po them që duhet të bëheni vegetarian apo vegan, por ushqimet ndahen në ushqime elektrike dhe jo elektrike. Dhe meqenëse se ne, si qenie njerëzore, funksionojmë me elektricitet, këtë e ka vërtetuar edhe shkenca që çdo qelizë jona funksionon me dritë. Kjo është kjo prezenca e shpirtit apo energjisë në trupin tonë. Atëherë ne duhet, me fillu së pari prej ushqimit, mandej mënyra se si mendojmë, mandej me çfarë njerëz rrim, cilat vende i vizitojmë. Tash në rastin kur ti je përballë me një person dhe ke qenë energjetike para se takosh me këtë person, po të qenuri 10 minuta në prezencën e këtij personi të duket sikur je raskapitur totalisht. Kjo do të thotë që nuk e ke mbrojtjen e duhur energjetike. Dhe këta persona ne i quajmë vampir të energjisë. Shumica e tyre janë të vetëdijshëm, por shumica e tyre nuk janë të vetëdijshëm. Andin, përveç ushqimit nga ana tjetër ju thatë që edhe duhet bëni seanca meditimi. Po nga ana tjetër ne dim tashmë që ka teknika të ndryshme të meditimit, siç është qigongu apo trascendencialja, teknika tjera. Si ta di njerëzit, nga ta nisi nga... Qigongu nuk është meditim, ma shumë është rregullim i energjisë qi, energjisë jetësore që i thojnë këta në për trup. Qigongu, tai chi. Po, këto janë teknika për me aktivizu energjinë në trup. Mirë, po meditimi është baza, sepse meditimi neve na çon drejt njohjes së vetvetes. Shumë është më rëndësishme me kuptu që ne nuk kemi mendja jonë, unë shpesh i pyes njerëz tja për shkak se ekziston mendon apo për shkak se mendon ti ekziston. Dhe psikologjia thotë unë mendoj prandaj jam. Mirë po, e vërteta është se ne ekzistojmë prandaj mendojmë. Dhe vetmja mënyrë për me ardhur në kontakt me të vërtetin tonë
është meditimi. Dhe ajo gjendje vjen në mënyrë spontane, kur ne fillojmë me meditu dhe thjesht vim në një gjendje të mos mendimit, edhe çka është me rëndësi tash në këtë rast po flas si mjeshtri i meditimit, krijohet një distancë në mes neve, në mes meje, në këtë rast dhe mendimeve të mia. Tash shtrohet pyetja mes meje dhe mendimeve të mia, po kush jam unë? Dhe kjo është diçka që mundet me eksperiencu se cili njeri. Dhe në momentin që kjo krijohet, në momentin që krijohet kjo distancë, atëherë ti thjesht e vren që ti e vëzhguesi i mendimeve të tua. Sepse problemi është që shumë njerëz bin edhe prej e mendimeve të tuja, dhe mendimet tona nuk janë asnjë gjë tjetër përveç se një përmbledhje e informatave që ne kemi mbledhur prej momentit kur kemi qenë fëmijë deri në këtë moment. Kështu që meditimi të mëson me e bo dallimin në mes mendjes tënde dhe asaj se kush je ti në të vërtetë, do të thonë vetdijes tënde. Dhe në momentin që ti vjen deri te ai lloj realizimi, atëherë kontrollon fillon me e marrë vetëdia, jo mendja. Do të thonë qëllimi kryesor është që ne mos jetojmë prej mendjes, po prej vetdijes. Patjetër mendja është shumë e rëndësishme, neve na duhet të funksionojmë të i bëjmë gjitha gjanat. Vetëm se qëllimi është me ardhur deri te ajo pika për me e bë dallimin mes neve, kush jemi ne në të vërtetë, do të thonë shpirti, esenca, baza apo Zoti brenda neve. Po, për të njohur vetveten, po ndonjëherë ne themi meditim mund të jetë edhe një udhëtim i larg rutinës, mund të jetë edhe një udhëtim në vendlindje. Karikohemi dhe marrim energji, vim plot me energji për të vazhduar rutinën tonë. Në këto raste çfarë ndodh? Pse marrim energji nga vendet? Edhe vendet kanë rëndësi, nuk janë të gjitha vendet me energji të njëjtë. Ja, vitin e kaluar unë isha në peligrinazh, isha në Tomor nalt, kisha ëndër kështu, isha përgatitur disa vite, edhe sikur flisja me malin, e dija edhe çka do të bëja kur të mrihet. Edhe ishte fascinante, po çka ishte e çuditshme se ata mendonin se unë do të vi të bëjnë ndonjë rituale të lutëm dhe s'kishim parë njeri të meditoj në majat e Teqës atje. Ti meditove atje? Meditova atje dhe ishte një eksperiencë e papërshkrueshme. Nuk mund ta përshkruaj. Nëse ju them që 2-3 vjet më herët e kam ditë se çka duhet t'i them malit kur të vi aty, nuk do të më besoni. Por unë e kryva atë misionin dhe realizova atë thirrjen që kisha. Edhe në këtë moment që po flas për juve, unë në mënyrë energjetike kam i lidhur me malin e Tomorit, kështu do të thonë instant. Si e i lidhur, në çfarë formë? Pra çfarë? Energjetikisht, sepse mali Tomorit ka shumë fuqi të madhe tokëzuese. E kemi dëgjuar, po. Njëra prej pikave energjetike shumë të fuqishme në rajonin tonë. Dhe çfarë ndjeve që është pikë energjetike? Po çfarë ndjeve ti kur ishe në Tomor? Kur sapo mbërrite në mal, çfarë të ndodhi brenda vetes? Jo, është ndjenje papërshkrueshme. Shifeni disa përjetime spirituale në momentin që mundohen të shpjegohen me fjalë, e hupin kvalitetin e kënaqësisë apo të përjetimit. Sepse është diçka më e lartë se komunikimi. Edhe ti mundesh me e shpjegu deri dikun, po nuk mundesh me e shpjegu në totalitet. Dhe si e ndjen këtë lidhjen tani edhe pse je në distancë, je në Kosovë apo jo? Si e ndjen këtë lidhjen me malin e Tomorit? Po. E ndjej në mënyrë instantët të jashtëzakonshme në momentin kur du, për shembull, tash unë po flas për veti personalisht. Në momentin kur unë du me bë ekstra një, si më thonë, një tokëzim të fushës time energjetike dhe mby një tokëzim më i fortë, përveç ushtrimeve, vizualizimeve që i bëj, e vizualizoj edhe malin e Tomorit. Edhe në momentin që e vizualizoj malin e Tomorit, ka të bëjmë vizualizim. Ndodh një balans kështu i papam. Po. Dëgjoj, janë... Këto quhen, por ndryshe këto quhen vortex points, pika energjetike,
meridianit ku i ka planeti jonë toka, edhe kur të shiqoni ndërtimet e lashta, si kur piramidat, aztekët, majat, piramidat në Meksik, do ta vëreni që këto jo rasisht janë ndërtuar në ato pozicione. Ato janë pikërisht të ndërtuara në për këto pika energjetike. Dhe për këtë arsye, personi që e ka ndërtu atë peqe në majën e tomorit, dhe më thonë, a i ka ditë diçka nga energjia. Dhe kryesisht, nëse flasim për fenë islame dhe për tarikatet, dhe më thonë, këta njerës që si me thonë, janë sufista, të cilat feja konvencionale nuk i pranon, ata kanë njohuri shumë më shumë për energjinë se sa feja konvencionale, sepse ata e njohin aspektin shpirtëror. Qëllimi i tyre nuk është fizik. Qëllimi i tyre është esenca e shpirtit. Andin, një pyetje po do të përgjigje me sinqeritet. Jo që nuk e ke bërë deri më tani, po a ka Shqipëria energji të mirë si shtet flasim? Tashi, më ke bo pyetjen që si me thonë, me pastan me ma bo s'ma kështë e bo, dhe me thonë pyetja ma e bukur. Shqyqene, gjithmonë ekziston nuk e di një lloj, një dozë, ku e di unë gjelëzia, apo urrejtja, apo nuk e di pse ajo ekziston, te unë personalisht nuk ekziston. Energjia e Tiranës është, unë kam edhe një video që e kam hudh në YouTube, vetëm kam bo xhirime gjysore, thjesht pamje të Tiranës. Tirana si qytet është zhvillu shumë jashtëzakonisht. Në momentin që unë shkoj në Tiranë, më ndihem totalisht është një energji tjetër. Tash, më varet edhe si e shohin njerëzit, një njeri që është në si me thonë, në veprim të ulët, ai nuk mund ta shoh pozitivisht Tiranën. E vërtet është kjo, po. Sepse ai ka problem me vetveten. E vërtet. Do të thonë, këtu është problemi. Këtu është problemi. Tirana ka energji të bukur, jo vetëm Tirana, në përgjithësi në Shqipëri unë kur shkoj, sepse Kosova nuk është as një gjatë tjetër përveç se një vazhdim i territorit shqiptar që është marrë pa drejtësisht kaq, do të thonë, tash edhe ne jemi shtet, po faktikisht nëse më pyet mua, unë jam në Shqipëri, nuk jam në Kosovë. Dhe kjo ishte gjëja më e bukur që më thoshin. Pra ti thua Shqipëria dhe kryesisht Tirana ka energji të mirë, po thjesht vibrimi Tirana ka jashtëzakonisht energji të mirë. Për ata njerëz që janë të gatshëm me pranu energjinë e Tiranës, për ata njerëz që janë të gatshëm me pranu energjinë e Tiranës, është problemi i tyre, nuk është problemi i Tiranës. Ja drejt. Andin, shumë faleminderit për gjithë intervistën dhe për gjitha informacionet e reja. Faleminderit edhe juve, më vjen mirë se për mu është faktikisht një lloj debutimi sa i përket kësaj teme dhe këtij profesioni që unë bëj tash në një emision të Shqipnisë, dhe ndjehem shumë i nderuar që më keni ftuar dhe gëzohem dhe mendoj që sado pak kam mundur t'jap një informacion dhe t'sjell një qartësi të publikut. Herës tjetër të presim në studio, pse jo, për të bërë edhe ndonjë truk të vogël. Patjetër me kënaqësi do të vi. Me shumë kënaqësi. Pse jo? Andin, përshëndes shumë, gjithë të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një përshëndes juve dhe ju uroj një ditë mrekullueshme. Faleminderit shumë. Pafshim. Sa bukur t'i ngëllojmë për fjalët e Shqipës kur bëm këto urimet, ditë mrekullueshme, të uroj një ditë mbar. Për një ajo fjala e mirë dhe miru pafshim. Po, i kemi të bukura, me vërtet. Mirë, e mbyllëm kështu qetësisht, por Namaste. Për një me largim shumë të shkurtër, sa minuta, sepse pas pak do kemi një këngëtare shumë të dashur të publikut. Po. Anisa. Anisa Smajla pas pak.